Në momentin, sa të po thosh edhe më herët, në momentin kur rritet mirëqenia, kur bëhet zhvillimi e tjerë, krijohen këto protesta dhe tregon se Shqipëria në fakt nuk është. Se ju jeni bindur që në Shqipëri është rritur mirëqenia. Po, si se shtritur, tani shikote, ato nuk janë çështje ndjesie apo subjektiviteti se si ne perceptojmë një gjendje. Ajo janë statistika, janë politika ekonomike e tjera. Shiko, shoqëria shqiptare ka krijuar frustrim. Ka krijuar. Unë jam dakord. Shqipëria kërkon gjithmonë më shumë. Po, pikërisht. Ata po kërkojnë më shumë. Dhe ne jemi duke e përjetuar një moment që Shqipëria, thashë edhe më herët, nuk e ka përjetuar më përpara. Pse duhet reflektoj qeveria? Qeveria duhet ta kuptojë që nuk është anomali protesta dhe ajo këtë po e bën. Në fakt Edi Rama, përveç se ka kundërreaguar kur e marrim qeverinë, kështu në kuptimin e marrëdhënies të komunikimit me protestuesit, që ata ju adresoheshin dhe ky ja kthente përgjigjen, gjë që ka bërë në fakt edhe De Gaulle e shumë politikanë të tjerë. Ai nuk ka dalur që t'i rraf protestuesit, dalin aty 40 ditë, janë vërë gjithmonë më pak, që në fakt tani është përkthyer në lëvizje politike që duket tamam opozit. Kjo në fundit kjo protestë duket se më shumë po e dëmton, duhet reflektoj Sali Berisha dhe Partia Demokratike, sepse po e zavendësojnë si opozitë se sa Edi Rama. Edi Rama në fundit është në një gjendje normale, e kam fjalën qeveria, i ka fituar, ka legitimitetin, e ka legalitetin. Dhe tani po pret që kjo lëvizje e cila ishte shoqërore u bë lëvizje politike, po bëhet opozit ndoshta për ta zëvendësuar LSI-n apo ku ta di unë, sepse është një zbrastir po e mungesës së përfaqësimit që e tha edhe më herët pikërisht. Dhe unë mendoj që ata janë duke kuptuar, jo si De Gaulle është e vërtet që kishte undën e madhe, dhe doli nga lufta, ishte situatë tjetër, ishte tjetër konfiguracion. Po qeveria shqiptare po bën për mendimin tim përballë një panjohurës për të, se është njohur në përbotën perëndimore, po për të, po bën gjën e duhur, me ca reagime të vogla, po përndryshe nuk po e shes si anomali.